Sonte është kulmi një rrugtimi të jashtëzakonshëm që na ka bashkuar në çdo qytet, në çdo fshat dhe në çdo familje anëmban Kosovës. Sonte është nata kur qytetarët e Kosovës flasin me një zë që thot stop krizës, ndrysho Kosovën. Të dashur të pranishëm, pa humbur shumë kohë, ftoj para jush një prej figurave më të respektuara të Partisë Demokratike të Kosovës, një njeri që beson te puna, te shërbimi dhe te ardhmja e këtij vendit. Ftoj para jush një koqirin e kësaj mbrëmjeje, kryetarin e degës PDK-s në Prishtinë, Uran Ismaili. Mirëmbrëma. Ma gjalla, vallahi. Faleminderit shumë. Ju pëlqej debati mrom. Kishin dalë sot me lyp Nagipin se kishin ditë që ja u kanë arrestu. Faleminderit shumë. Të nderuara familje të dëshmorëve, martirëve, të dashur veteran të ushtrisë qendrore të Kosovës, invalid të luftës, mirë se vini. I nderuari kryetari i partisë, zotri Bedri Hamza, e nderuara zonja Hamza, i nderuari ish kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës dhe shefi i shtabit zgjedhor Memri Krasniqi, i nderuar Endrit Thaçi, i nderuari Klestar Veseli, e nderuara sekretare e partisë zonja Vlora Qitaku, i nderuar kryetari i nismës socialdemokrate zoti Fatmir Limaj, të nderuar kryetarët komunave kampion të punës mirë, zotri Agim Aliu, zoti Shaqir Totaj, zoti Samir Ushtaku, zoti Ramiz Ladrovci, zoti Ferizi, zotri Sabedin Vishaj, zotri Mehmet Bellazhi. Faleminderit shumë që jeni këtu sonte. Shumë e dashur, gruaja ime Arizon, nuk të harrova, po e lash nëpërmjet teje me i falendëru gjithë bashkëshortët tonë, familjarët e shumë që na kanë qëndru afër kandidatëve për deputet dhe aktivistëve tonë gjatë kësaj fushate e shumë fushatave të njëpasnjëshme që kemi nejtë larg shtëpisë edhe larg familjes. Pa juve, ky angazhim ka qenë i pamundur, faleminderit nga zemra. Mirëmbrëma gjithëve, po e filloj këtë fjalim sonte me një fjali që jem mësuar të dëgjojmë shpesh Kosovë. E dëgjojmë shtëpi, e dëgjojmë kafene, e dëgjojmë punë, e biseda me njerëz që janë lodhur për politikës që nuk po prodhon rezultate. E ajo fjallë është hajtë se bëhet ma mire. Shpreja e cila edhe pse ka anë të veta pozitive, e rritë rrezikun e apatisë për problemeve që kërkojnë zgjidhje. S'mujna me thonë
hajtë se bëhet ma mirë kur të rinjt ikin. S'mujna me thonë, hajtë se bëhet ma mirë kur spitali nuk ka barra. Hajtë se bëhet ma mirë kur paga nuk mjafton. Hajtë se bëhet ma mirë kur njerëzit ndojnë e fyren për shkak apetiteve të përqarësit të dikuj. Ne të gjithë e dim se shteti jonë nuk është ndërtu prej njerëzve që kanë ndaj dur krysh për balë situatave të vështira. Historia e lavdishme e Kosovës është ndërtu me vepra jo me fjallë. Me vepra të atyre që patë të nguzimin të ndrojnë. Kjo ndoshta është forca më e madhe e popullit tonë. Në kohët më të vështira, kur realiteti nuk mund të ishte më errët, ne kemi pas njerëz që kanë ditë e kanë guxu me imagjinu Kosovën ndryshe dhe nuk e kanë prit, nuk e kanë pranu fatin që ja ka shërby koha. Ju kujtohet se një kohë jo shumë të lartë, edhe shkollat shqipe dukeshin të pamundura. Liria duke e pamundur. Shteti lirë e sovrani Kosovë duke si një ëndër e lartë. Po të mos kishim pasur guxim ta imagjinojnë këta njerëz një Kosovë, këto ideale të cilat janë jetësuara sot, nuk do të kishim këtë flamur, këtë shtet dhe këtë drejt që nesër me votën tonë ta ndryshojmë Kosovën. Adem Demoqi nuk e pranoj fatin që ja shërben të koha. A imagjinoj një Kosovë të lirë me drejtat plota dhe për këtë e sfidoj një sistem të tërë, ndërsa idealin e tij për liri nuk e ndoli as burgimi, as izolimi e as sulmet e një pasnjëshme të regjimit sërb. Anton Qeta nuk e pranoj fatin që ja shërben të Kosova. A imagjinoj një Kosovë ku shqiptarët ishin të bashkuar jo ndarët për qarë deri në vllavrasje. Dhe bashk me burra e gra nga e gjithë Kosova, te verat e Lukës, pajtimi u shëndrua në pamjen madhështore të bashkimit shqiptarëve. Adem Jashari nuk e pranoj fatin që ja shërben të koha. Kur regjimi donte ta kthente frikën në ndjenjën tonë të përditshme, ai me guxim imagjinoj një Kosovë që nuk dorëzohet. Një Kosovë që lirin e kërkon me qëndres të pathyeshme. Dhe sakrifica e familjes Jashari u bë themeli më i shejt i lirisë tonë, ku trimat e trimreshat e ushtrisë shërimtare të Kosovës ishin gatshëm ta paguajnë edhe çmimin më të shtrejt për vendin tonë. Prandaj, kur themi sot ne, kur themi Kosova, ne nuk e shqiptojmë vetëm emrin e një shteti, po e shqiptojmë një histori njerëzish që kanë refuzu me u dorëzu, sepse në imagjinatën e tyre, liria e Kosovës ishte diçka e pa negociueshme. Aftësia me imagjinu të pa mundërën, me sakrifiku të gjitha për atë dheun. Kjo atë dashuri e pa epur është rënja pre nga burën Partia Demokratike e Kosovës. Në kohët plagështisë, frikës e pasigurisë, disa djemë të rinj, të rritur në organizime studentore, në rezistencë dhe përmballje me padrejtësinë, e kuptuan se historia kërkonte një përgjigje të re dhe filluan ta imagjinojnë një Kosovë ndryshe. Hashim Thaçi Kadri Veseli, bashkë me shokët e idealit, me Jakub Krasniqin, e Recep Selimin dhe me shumë burra e gratë këtij vendi, u organizuan në projektin më të suksesshëm ushtarake historik të vendit tonë, Ushtrinë Shërimtare të Kosovës. Ata jetonin në një Kosovë të okupuar, por e imagjinua një Kosovë të lirë.
Ata e ndjen një popull të robruar, por e imagjinuan një popull të lirë. Ata e imagjinuan dhe realizuan Kosovën e lirë dhe sovrane që jetojmë sot. Dhe ju, veteran të ushtrisë krijimtare të Kosovës, nuk e pretët lirinë si dhurat, por dullet përballë një regjimi që donte më na binë se Kosova nuk mund të bëhej kurrë e lirë. Ju ishit dëshmia se një popull që e don lirinë nuk mposhtet. Ju ishit mburoja shtëpive tona, e dignitetit ton kombëtar. Ju nuk keni qenë zullumqar kurrë, siç ka akuzuar dikush më ju thonë. Ju keni qenë, jeni dhe do të mbetni gjithmonë çirimtar. Njerëz që në orët më të vështira të historisë tonë morët mbi vete barën e lirisë, e mbrojtë të dignitetin e Kosovës dhe ja dha këtij vendi mundësinë me jetu i lirë, me shtet, me flamur, me të ardhmen. Partia Demokratike e Kosovës nuk ka lindur në kohë komoditeti. Nuk ka lindur për zhurmë. Ka lindur për një breze që kishte pa luftën, e kishte mbajtur përgjegjësinë e lirisë. Mirë po, kishte kuptuar se pas lirimit vjen një betejë tjetër, ndërtimi i shtetit. Në qeverinë e PDK-s shpallja e pavarësisë nga kryeministri tha që ishte vetëm fillimi. Partia Demokratike e Kosovës po e fillonte një etapë të re të zhvillimit vendit si asnjëherë më parë. Ne imagjinuam një Kosovë me autostrada sepse vendi nuk mundej të mbetej izoluar. Dhe autostradat u ndërtuan. E imagjinuam një Kosovë ku fëmijët nuk mësojnë në objektet improvizuara, në kushte që nuk i ngjasojnë lirisë, dhe shkollat u ngritën. E imagjinuam një Kosovë me flamur dhe ambasada, me përfaqësim në botë, me mish ndërkombëtar, e me identitet shtetëror. Dhe Kosova u bë shteti sovran, të cilin me vendosëm fuqishëm në hartën politike të botës. Prandaj, çdo votuesit Partisë Demokratike e Kosovës duhet t'i them, mos e ulni kokën para askujt. Keni arsye të jeni krenar, jo me arrogancë, por krenar për rrugtimin ton, që ka pasur gjithmonë Kosovën qendër. Të dashur anëtarë mbështetës, të dashur qytetarë, sonte është momenti vendimtar ta pyesim veten. Çfarë Kosove po imagjinojmë? Brezi i lirisë në kohët më të vështira ka arritur ta imagjinojë dhe realizojë Kosovën e lirë. Dhe është përgjegjësia jonë ta imagjinojmë një Kosovë të lirë në të cilën jetohet më mirë. Një Kosovë me paga të mira, me shëndetësi të sigurt, me arsim më cilësor dhe me mundësi që mbajnë të rritë këtu. Të dashur qytetarë, sot duhet të jemi të sinqertë, duhet të jemi drejt për drejt. Ky pushtet e ka kthy politikën fabrik fryrjesh, etiketimesh dhe ka fut përçarjen brenda familjeve tona. Përçarja është natyra këtij pushteti. Pse? Sepse kur njerëz janë të ndarë, ata nuk flasin për çmime. Kur janë të zemruar me njëri tjetrin, nuk pyesin pse nuk ka borna. Kur politika bëhet zhurmë me konflikt, qytetari nuk e dëgjon më as zërin e vet. Gjendemi në një udhkryq vendimtar dhe Kosova ka nevojë për një kthesë serioze. Ka nevojë për një qeveri që nuk zgjohet çdo mëngjes duke kërkuar kon ta sulmoj. Ka nevojë për njerëz që e dinë se udhëheqja nuk është teatër, po është përgjegjësi. Dhe këtë kthesë e udhëheq më së miri kandidati jonë dhe kryeministri i ardhshëm i Kosovës, Bedri Hamza. Bedri Hamza nuk është njeri zhurmës, nuk është njeri fjalëve bosh pa rezultate. Nuk është njeri që ndërton veten duke rrezu tjerët. Është njeri punës, i rendit, i shtetit, i ekonomisë, i bashkëpunimit. Me Bedri Hamzën, Kosova nuk hyn avanturë. Kosova i kthehet stabilitetit. Kthehemi te ekonomia e zhvilluar, te pagat, te pensionet e larta, te familja, te ndërmarrësia, te shëndetësia, te arsimi,
të miq ndërkombëtar me cilët po rrezikohet bashkëpunimi çdo ditë më shumë. Me Bedri Hamzën kthehemi te shteti që nuk i përket një njeriu, por i përket qytetarëve të tij. Të dashur qytetarë, në takimin e fundit para disa ditëve që ish kryetari ynë, shoku i Memli, pati me presidentin Thashin në Hag, presidenti kishte bërë falë qytetarëve të Kosovës dhe i kishte thonë një fjalë që Memli e postoi në mediat sociale, e ajo fjalë është besoni në Kosovë. Kjo nuk është thirrje nostalgjie, është thirrje për përgjegjësi. Me besu në Kosovë do të me besu në historinë e vendit tonë, në vlerat kombëtare, shtetërore që u arritën me shumë mundë dhe shumë e vështirësi. Mos me lënë vendin në dorë të krizës, mos me lënë të ardhmën në dorë të mllefit, mos me lënë shtetin në dorë të një mendësie që e përçon popullin. Me besu në Kosovë do të thotë me u angazhue me marrë përgjegjësi. Do të thotë me thirr një familjar, një mik, një fëqen që është lodhur, që është gënjur, që ndoshta ka mendu mos me dol fare me votu. Thuni edhe atyre, kjo nuk është dita për me ndajt anash. Kur njerëz të mirë rrinë anash, vendimet i marrin të tjerë për ne. E ne nuk i kemi edhe 4 vite me duke u marrë me kriza, ndërse jeta jonë bëhet më e vështirë. Prandaj sonte nuk po ju kërkojmë vetëm votë, po ju kërkojmë angazhim. Edhe një bisedë ma shumë, edhe një telefonat ma shumë, edhe një përpjekje për Kosovën tonë ma shumë. Fushatat mbyllen me fjalime, por fitoret bohen me angazhimin tonë. Nesër me 7 qershor, keni mundësi t'i japim fund një politike që ka prodhu krizë, përçarje dhe izolim. Kemi mundësi t'a shohim një kryeministër serioz, të përgjithshëm, të qetë e punëtor. Kemi mundësi t'a kthejmë shtetin te qytetari. Po e përmbylli këtë fjalim me një fjalë që zdia ju kujtohet, kur ndalet PDK-ja, ndalet Kosova. Është një fjali që ka dhe ma shumë rëndësi se në kohën kur e tha ish kryetari Partisë Demokratike të Kosovës, Kadri Veseli. Në krizën ku gjendet Kosova sot, PDK-s nuk i takon mundal, sepse nesër nuk vendoset vetëm kush fiton zgjedhjet. Nesër vendoset çfarë do të bëhet normali në Kosovë. Kriza apo zhvillimi, përçarja apo përgjegjësia, zhurma apo puna, izolimi apo shteti serioz me miqje me një dinjet të ardhme. Unë juftoj të punojmë për Kosovën që gjithmonë e kemi imagjinuar. Kosovën e lirë, stabile e zhvilluar, Kosovën krenare dhe drejt, Kosovën që nuk i nënshtrohet askujt. Nesër me 7 qershor, thuni stop krizës, ndryshojni Kosovën me votë, votoni Partinë Demokratike të Kosovës me numrin 125, votoni Bedri Hamzën, kryeministrin e arshëm të Kosovës. Faleminderit shumë, faleminderit gjithëve. Faleminderit shumë Uran. Të dashur qytetar, një qeveri e mirë nuk matet me fjalë. Një qeveri e mirë matet me zotime të qarta dhe me vullnetin për t'i realizuar ato. Partia Demokratike e Kosovës ka paraqitur 5 zotime të qarta për familjet kosovare, për ekonominë, për arsimin, për shëndetësinë dhe për dinjitetin e shtetit. Le t'i rikujtojmë së bashku. Unë jam Bedri Hamza dhe këto janë 5 zotimet e mia për të thënë stop krizës dhe për të ndryshuar Kosovën. Çmimet e tatimet me të ulta,
pagat e pensionet më të larta dhe mbështetje për bizneset. 50% më shumë para në xhepin e çdo familje kosovare, më shumë mirëqenie për të gjithë, investime në energji, infrastrukturë dhe teknologji të reja që Kosova të prodhoj më shumë, të zhvillohet më shpejt dhe të mbajë ritmin me rajonin dhe botën. Shëndetësi cilësore, me shërbime më të shpejta dhe të qasshme për çdo qytetar, sigurime shëndetësore, borna falas për smundjet kronike dhe trajtim me dignitet për secilin pacient. Shërimi është e drejtë, jo privilegj. Arsim konkurrues, aftësi për të ardhmen dhe mundësi për të rinjën, bursa, aftësi për tregun e punës dhe mbështetje për talentin e secilit të ri në Kosovë. Drejtësi e pavarur, e panshme dhe efikase, zbatim i plotë i ligjit për të gjithë. Drejtësi që nuk vonon. Me 7 qershor, zgjedhja është e qartë dhe ajo të përket vetëm ty. Voto PDK 125. Stop krizës, ndrysho Kosovën. Të dashur të pranishëm, tani u prezantojmë listën e kandidatëve të Partisë Demokratike të Kosovës për deputet. Me numër 110, Fidan Smaili. Me numër 109, Bekim Haxhiu. Me numër 108, Mimoza Veselaj. Me numër 107, Aida Dërguti. Me numër 106, Shaqir Hetemi. Me numër 105, Erna Murturi. Me numër 104, Valon Veseli. Me numër 103, Qëndrim Kryeziu. Me numër 102, Labinot Lulaj. Me numër 101, Jetmira Regjepi Lika. Me numër 100, Mentor Ismaili. Me numër 99, Isak Neziri. Me numër 98, Safete Maliqi Qormemeti. Me numër 97, Agron Paqarizi. Me numër 96, Jehon Jashari Miftari. Me numër 95, Abdyl Bajrami. Me numër 94, Fatos Shala. Me numër 93, Lirie Demiri Sadikaj. Me numër 92, Arjanit Kabashi. Me numër 91, Fehmi Bekteshi. Me numër 90, Ilir Peci. Me numër 89, Alban Kastrati. Me numër 88, Tringa Bujupi. Me numër 87, Armend Thaçi. Me numër 86, Valbon Muzaçi. Me numër 85, Halil Isufi. Me numër 84, Diana Shehu Devaja. Me numër 83, Ilir Kastrati. Me numër 82, Haki Morina. Me numër 81, Safete Qitaku. Me numër 80, Argjend Tasholli. Me numër 79, Nasret Hajrizi. Me numër 78, Arta Nalbani. Me numër 77, Besim Hoxha. Me numër 76, Sami Hoti. Me numër 75, Artan Behrami. Me numër 74, Rushdi Kryeziu. Me numër 73, Dafina Broqi. Me numër 72, Gjafer Hoxhaj. Me numër 71, Lajde Kolgjeraj. Me numër 70, Adriatik Berisha. Me numër 69, Shqipe Zenunaj. Me numër 68, Arben Gega. Me numër 67, Hysni Muhadri.
Me numër 66, Fazile Bekteshi. Me numër 65, Nderim Mustafa. Me numër 64, Elmi Fazliu. Me numër 63, Sulejman Berisha. Me numër 62, Sevdije Hoxha. Me numër 61, Fatmir Ramusholli. Me numër 60, Besa Ismaili Ahmeti. Me numër 59, Flamur Tërshnjaku. Me numër 58, Begzad Sinani. Me numër 57, Shaip Kadriaj. Me numër 56, Sara Berisha. Me numër 55, Naim Telaku. Me numër 54, Vlora Pireva. Me numër 53, Kreshnik Sopi. Me numër 52, Betim Ramadani. Me numër 51, Lumnie Rakaj. Me numër 50, Gjevdet Pantina. Me numër 29, Betim Zlanoga. Me numër 48, Fatmir Dervishi. Me numër 47, Shkumbin Demaliaj. Me numër 46, Edonjeta Berisha. Me numër 45, Rahman Jakupi. Me numër 44, Shkëlzen Kastrati. Me numër 43, Adelina Beqiri Minci. Me numër 42, Nait Hasani. Me numër 41, Elvina Syla. Me numër 40, Kujtim Demiri. Me numër 39, Endra Luzha Pula. Me numër 38, Shemse Jashari. Me numër 37, Fitim Selimi. Me numër 35, Lulzim Aliu. Me numër 34, Elbasan Osmani. Me numër 33, Jona Hoxhaj. Me numër 32, Skender Hoxha. Me numër 31, Miftar Kurti. Me numër 30, Faruk Bojaxhi. Me numër 29, Kaltrina Lohaj. Me numër 28, Hajdar Beqa. Me numër 27, Lorik Maxhuni. Me numër 26, Rashid Qalaj. Me numër 25, Kosovare Murseli. Me numër 24, Visar Korenica. Me numër 23, Arbnore Salihu. Me numër 22, Eman Rahmani. Me numër 21, Eliza Hoxha. Me numër 20, Altin Krasniqi. Me numër 19, Fadil Demaku. Me numër 18, Ariana Musliu Shoshi. Me numër 17, Elme Reqica. Me numër 16, Mërgim Lushtaku. Me numër 15, Rustem Mustafa Remi. Me numër 14, Gjavit Haliti. Me numër 13, Blerta Deliu Kodra. Me numër 12, Ganimete Musliu. Me numër 11, Jakub Nura. Me numër 10, Enver Hoxhaj. Me numër 9, Sala Jashari. Me numër 8, Arben Mustafa. Me numër 7, Rahman Rama. Me numër 6, Besa Kabashi Ramaj.
Me numër 5, Arian Tahiri. Me numër 4, përparim Gruda. Me numër 3, Vlora Qitaku. Me numër 2, Uran Ismaili. Të dashur qytetarë, për javë të tëra kemi udhëtuar nëpër Kosovë. Kemi dëgjuar hallet e qytetarëve. Kemi dëgjuar shqetësimet e familjeve. Kemi dëgjuar zërin e rinisë, të punëtorëve, të pensionistëve, të bizneseve dhe të grave të Kosovës. Dhe kudo kemi dëgjuar të njëjtën kërkesë. Kosova ka nevojë për ndryshim. Kosova ka nevojë për shpresë. Kosova ka nevojë për një drejtim të ri. Sonte, para jush, është njeriu që ka zgjedhur ta marrë këtë përgjegjësi. Një njeri i dëshmuar, një njeri i fjalës, një njeri i punës, një njeri që beson se Kosova mund të bëhet më e fortë, më e zhvilluar dhe më e drejtë për secilin qytetar. Prishtinë, a jeni gati? Kosovë, a je gati? Atëherë me një duajtrokitje të madhe, ftoj para jush kryetarin e Partisë Demokratike të Kosovës dhe kryeministrin e ardhshëm të Kosovës, zotin Bedri Hamza. We rise together, stronger than ever. Step by step, we'll march forever. Clap your hands, feel the beat, it's clever. We rise, we rise, we rise. We rise together. From the mountains high to the city glow, every voice matters, let the power show. Together we're the river, let the current flow. We got the fire, it's burning higher. This is our time, the spark won't die. We rise together, stronger than ever. Step by step, we'll march forever. Clap your hands to the beat, it's clever. We rise, we rise, we Mirëmbrëma Prishtinë, mirëmbrëma Kosovë. Të dashur qytetar, aktivist, mbështetës, familje të dëshmorëve, invalid dhe veteran të ushtrisë lirimtare të Kosovës. UÇK. I nderuari miku im Memli Krasniqi, shef i shtabit zgjedhor. I nderuari kryetar i degës së Partisë Demokratike të Kosovës, zoti Uran Ismaili. Bashkëpunëtor të këtij rrugtimi, familja ime e dashur, shumë të dashur, Endrit Thoqi dhe Klestor Veseli. E nderuara familja Thoqi, e nderuara familja Veseli. I nderuar miku im zoti Fatme Limaj. Kandidate për deputet,
kryetar komunash, mirë mbrëma të gjithëve. Sonte këtu në zemër të kryeqytetit, në sheshin Skënderbeu, jemi mbledhur për ta përmbyllur këtë fushat. Jemi mbledhur për ta përmbyllur një kapitull të krizës dhe të kaosit që ka kapluar Kosovën. Jemi mbledhur për t'i thënë qartë dhe fuqishëm secilin qytetar, në secilin komunë, në secilin lagje, në secilin fshat, ne jemi gati ta ndalim krizën. Ne jemi gati ta ndryshojmë Kosovën. Të dilen, ne e ndajmë votën. Një votë që ka një qëllim, një votë me shpresë, një votë për Partinë Demokratike të Kosovës. Të hënën fillon ndryshimi i madh. Ne do të jem qeveria e re. Ne do ta kthejmë Kosovën nga kriza drejt zhvillimit, nga pasiguria drejt stabilitetit, nga dëshpërimi drejt shpresës. Kosova mund të bëhet më mirë. Dhe nga hena e tutje, bashk ne do ta bëjmë Kosovën më të mirë. Gjatë këtyre javëve kemi udhëtuar në përgjithë Kosovën. Kemi qenë në qytete e fshatra, kemi takuar punëtor, mjek, mësues, profesionist, bujq, ndërmars, student, trinj, gra e burra që çdo ditë e mbojnë këtë vend në këmbë. Kam dëgjuar shqetësimet e tyre, kam pa lodhjen e tyre, kam ndjer zhgënjimin e tyre, por mbi të gjitha kam parë diçka më shumë të rëndësishme. Kam parë shpresë se Kosova mund të ndryshojë. Dhe sonte, nga ky shesh, duhet t'i tham secil qytetar të Kosovës, shpresa e juaj është e drejtë. Ndryshimi është i mundur dhe ndryshimi fillon me votën tuaj. Të dashur qytetarë, Kosova sot nuk është aty ku duhet të jetë. Familjet kosovare po përballen me çmime të larta. Prindrit po kanë gjithnjë me të vështirë ta mbushin shportën e familjes. Pensionistet po e mosin çdo shpenzim. Të rinjet po e pyesin veten nëse ardhmja e tyre është këtu apo diku tjetër. Bizneset po përballen me pasiguri, me mungesë për kraje dhe me një qeveri që nuk dëgjon. Shëndetësia ende nuk e jep shërbimin që qytetari e meriton. Arsimi ende nuk po i përgatit fëmijët tonë për të ardhmen që i pret. Drejtësia ende nuk është aq e shpejt, aq efikase dhe aq e pavarur sa duhet jetë. Kjo është e vërteta. Dhe vërteta duhet thënë hapur. Kosova është lodhur nga krizat. Kosova është lodhur nga konfliktet e përditshme. Kosova është lodhur nga arroganca, nga propaganda, nga pajësimet dhe nga premtimet e pambajtura. Qytetarët nuk duan më drama, qytetarët nuk duan më arsyetime, qytetarët nuk duan më një qeveri që lufton me të gjithë, por nuk zgjidh problemet e askujt. Qytetarët duan stabilitet, duan kompetencë, duan rezultate, duan një qeveri që punon, duan një kryeministër që dit i udhëheq. Dhe unë jam këtu për të zotuar para jush. Unë nuk vi për të sunduar, vi për të shërbyer. Nuk vi për të ndarë, vi për të bashkuar. Nuk vi për të prodhuar kriza, vi për të ndalur krizat. Tani ju ftoj ta ndeshni një prezantim të vizionit tim për Kosovën në vidon në vazhdim.
Sot unë dua t'ju flas për një Kosovë më të mirë. Një Kosovë ku çmimet nuk janë ankthi i përditshëm i familjeve, me pagat e dinjiteshme, me energji që nuk ju streson çdo muaj. Një vend ku të rinjt e shohin të ardhmen këtu në Kosovë, me autostradat e përfunduara, me ekorrudha funksionale, me kapacitete të reja energjetike, një shtet që përsëri punon për ty. Një shtet që me krenari e quan Abdhej. A imagjinon, si do të ishte të jetoje në një Kosovë që funksionon? Kjo nuk do të mbetet vetëm një ëndër, as vetëm një video me AI. Kjo mund të jetë jeta jonë, Kosova jonë normale. Një Kosovë që zhvillohet, që ndërtohet, ku familjet jetojnë me dignitet. Një Kosovë që nuk mbijeton, por jeton. Ky është vizioni im, tani është vendimi yt. Stop krizës, ndrysho Kosovën, voto PDK 125. Të dashur qytetarë, Kjo fushat ka ofruar një zgjedhje të qartë mes dy rrugëve. Njëra rrugë është rruga e krizës, e përçarjes, e konfliktit, e izolimit dhe arrogancës. Rruga tjetër është rruga e zhvillimit, e stabilitetit, e bashkëpunimit, e punës dhe rezultateve. Ne jemi rruga e dytë, rruga e qytetarëve, rruga e Kosovës, sepse Kosova nuk ka më kohë për eksperimente. 6 vjet janë mjaft. Kosova nuk ka më kohë për një qeveri që mëson punën duke gabuar mbi kurrizin e qytetarëve. 6 vjet janë mjaft. Kosova nuk ka më kohë për njerëz që për çdo ditë për dështimin e gjejnë një armik, por asnjë problem dhe për asnjë problem nuk gjejnë zgjidhje. 6 vjet janë mjaft. Mjaft është mjaft. Kosova ka nevojë për qeverisje serioze. Ka nevojë për plan. Ka nevojë për udhëheqje që din punoj. Ka nevojë për udhëheqje që kupton shtetin, ekonominë dhe institucionet. Ka nevojë për udhëheqje që i respekton qytetarët, për udhëheqje të përgjithshme, për udhëheqje llogaridhënëse. To janë të fjalë të panjohura për kryeministrin në ikje, sepse për 6 vjet ai e përdori shtetin sikur të ishte pronë e tij. I përdori institucionet për pushtet, i përdori financat publike për propagandë, i përdori vendimet e qeverisë, jo për të ndihmuar qytetarët, por për ta shpëtuar pushtetin e vet. Por nga hena, Albin Kurti dhe qeveria e tij do të mësojnë një fjalë të re, llogaridhënien. Do të ketë llogaridhënie për parat publike, do të ketë llogaridhënie për vendimet e dyshimta, do të ketë llogaridhënie për abuzimin me shtetin, do të ketë llogaridhënie për çdo euro të taksapaguzve që është përdorur për interesa partijake e jo për qytetarët. Sepse shteti nuk është pronë e një njeriu, parat publike nuk janë fond partijak, institucionet nuk janë buroj për pushtetin. Në Republikën e Kosovës, pushteti buron nga qytetari. Dhe pushteti duhet t'i përgjigjet qytetarit. Prandaj, ne nuk kemi ardhur para jush vetëm me fjalë, kemi ardhur me program, kemi ardhur me vendime konkrete, kemi ardhur me zotimet e qarta. Nga dita e parë e qeverisë, sot prioriteti ynë do të jetë qytetari, do ta ulim barrën mbi familjet, do ta ulim të vëshëm për produktet bazë, do t'i rrisim pagat, do t'i rrisim pensionet, do t'i mbështesim bizniset dhe do të hapim vende të reja të punës. Do t'investojmë në energji, në infrastrukturë, në shkolla, në spitale dhe në drejtësi. Sepse ekonomia nuk është teori, ekonomia është buka në tavolinë, është paga në fund të muajit, është çmimi i rrymes, është çmimi i millit, i vajt, i qumshtit,
është mundësia që njeri të ndërtoj jetën e vetë në Kosovë. Është dinjiteti i një pensionisti që nuk du të zgjedh mes banave dhe ushqimit. Ky është kuptimi i vërtet i qeverisjes. Jo fjalimet mëdha, jo armiq imagjinar, jo propagandë të përditshme, por punë, vendime, rezultate, llogaridhënie. Të dashur qytetarë, unë e di se shumë prej jush janë zhgënjur nga politika. E di se shumë prej jush kanë dëgjuar shumë premtime. E di se shumë prej jush pyesin, a mund të ndryshoj vërtet diçka? Përgjigjja ime sonte është po mund të ndryshoj. Por ndryshimi nuk ndodh vetë. Ndryshimi nuk vjen duke qëndruar në shtëpi. Ndryshimi nuk vjen duke thënë të gjithë janë njësoj. Ndryshimi vjen kur qytetarët vendosin ta marrin të ardhmen e vendit në durët e tyre. Të dilen se cili prej jush ka një fuqi të jashtëzakonshme, një votë, një vendim, një mundësi për të ndaluar krizën dhe për të ndryshuar Kosovën. Prandaj sonte dua t'i drejtohem secili qytetar që është ende i pavendosur. Nëse i lodhur nga çmimet e larta, voto për ndryshim. Nëse i lodhur nga pagat që nuk mjaftojnë, voto për ndryshim. Nëse je pensionist dhe e di se meriton më shumë dinitet, voto për ndryshim. Nëse je prind dhe do një të ardhme me të sigurt për fëmijët e tu, voto për ndryshim. Nëse je i ri dhe do të qëndrosh Kosovë, jo të ekspresoj, voto për ndryshim. Nëse je ndërmars dhe do një shtet që ndihmon, jo që të pengon, voto për ndryshim. Nëse do një Kosovë me normale, me të drejtë, me të zhvilluar dhe me të respektuar, voto për ndryshim, sepse kjo nuk është vetëm zgjedhje mes partive. Kjo është zgjedhje për drejtimin e Kosovës. Të dashur qytetarë të Kosovës, Partia Demokratike e Kosovës e di çfarë do të thotë përgjegjësi. Ne kemi qenë aty në momentet më të vështira për vendin. Kemi qenë aty kur Kosova ndërtohej nga themelët. Kemi qenë aty kur shteti duhet shpallur, ndërtuar dhe mbrojtur. Kemi qenë aty kur duhet merreshin vendimet mëdha për liri, pavarësinë, institucionet dhe të ardhmen euroatlantike të Kosovës. Dhe sot, përsëri, kur Kosova ka nevojë për seriozitet, për bashkim dhe për drejtim, ne jemi këtu. Jemi këtu me njerëz që kanë përvojë, jemi këtu me njerëz që dinë të qeverisin, jemi këtu me një program që prek jetën e secilit qytetar. Jemi këtu me respekt për të kaluren, me përgjegjësi për tashmen dhe me plan për të ardhmen. Në këtë rrugë nuk i harrojmë ata që sakrifikuan për këtë vend. Nuk i harrojmë themelusit, luftetarët, kontribusit dhe të gjithë ata që dhanë gjithçka që Kosova të jetë e lirë. Nuk i harrojmë as liderët tonë që sonte nuk janë fizikisht në mesin tonë. Por vendin e tyre në historinë e Kosovës nuk mund të marrë as një padrejtësi. Presidenti Thaçi, kryetari Veseli, Baci Jakub e Rexha do të kthehen edhe me të fortë. Ne i presim me padurim. Nuk na ka marrë molli për ta dhe i duhen Kosovës. Dhe Kosova me ta do të ecë me bashkuar përpara. UÇK. Po,
UÇK projekti më i suksesshëm, historik dhe politik gjithë historinë e Kosovës. Faleminderit UÇK. Por sonte nuk jemi këtu vetëm folur për kaluarën tonë të lavdishme. Sonte jemi këtu për folur për të ardhmen e lavdishme që kemi përpara. Për një Kosovë ku fëmijët tonë morën arsimin më të mirë. Për një Kosovë ku pacienti nuk pret me muaj për të marrë shërbimin shëndetësor. Për një Kosovë ku biznesi nuk shihet si armik, por si partner. Për një Kosovë ku farmeri, punëtori, mësuesi, mjeku, polici, ushtari, pensionisti dhe studenti dihen të respektuar nga shteti i tyre. Për një Kosovë ku institucionet nuk janë në shërbim të një partije, por në shërbim të qytetarit. Për një Kosovë që bashkëpunon me aleat, forcon miqësitë dhe mbron interesin kombëtar me mençuri e jo me improvizim. Kjo është Kosova që duam. Kjo është Kosova që meritojmë. Kjo është Kosova për të cilin do të punojmë çdo ditë. Të dashur qytetarë, unë nuk premtoj mrekulli. Nuk ju premtoj se çdo problem do zgjidhet brenda natës. Nuk ju premtoj fjalë të mëdha që tingëllojnë bukur e pastaj harrohen. Unë ju premtoj punë, ju premtoj seriozitet, ju premtoj përgjegjësi dhe ju premtoj llogaridhënie. Ju premtoj se qeveria ime do të jetë qeveri e qytetarëve, jo e propagandës. Ju premtoj se dera ime do të jetë derë e hapur për secilin që do të kontribuoj për Kosovën. Ju premtoj se çdo vendim do të morrim duke menduar për familjet e Kosovës, jo për interesin e një partije e aq më pak për interesin e një njeriu. Dhe mbi të gjitha, ju premtoj këtë. Nga dita e parë do të fillojmë të ndalim krizën. Nga dita e parë do të fillojmë të kthejmë shtetin në rrugën e duhur. Nga dita e parë Kosova do të ketë një qeveri që punon për ju. Të dashur aktivist të Partisë Demokratike të Kosovës, sonte dua t'ju falenderoj nga zemra. Ju keni qenë në terren çdo ditë. Keni trokit në dyer. Keni fol me njerëz. Keni dëgjuar hallet e tyre. Keni prezantuar programin tonë. Keni mbajt gjallë besimin se ndryshimi është i mundur. Kjo fushat është ndërtuar me punën tuaj, me energjinë tuaj, me besimin tuaj, me dashurinë tuaj për Kosovën. Por fushata jonë nuk përfundon sonte. Fushata jonë përfundon vetëm kur kotit e votimit mbyllen. Prandaj nga ky moment deri te dilën e mbrëmje do t'japim gjithçka. Çdo telefonat ka rëndësi, çdo bisedë ka rëndësi, çdo votues ka rëndësi, çdo vot ka rëndësi. Shkoni të afërmit tuaj, shkoni të fqinjet tuaj, shkoni të miqtë tuaj, thirrni ata që janë të pavendosur, thirrni ata që janë të zhgënjur, thirrni ata që mendojnë se vota tyre nuk ndryshon asgjë. Thuajuni, këtë herë vota e juaj ndryshon gjithçka. Të dashur qytetarë, kjo është ora jonë e përgjegjësisë. Të dilen nuk vendos vetëm një parti. Të dilen vendos Kosova. Vendos nëse do të vazhdoj kriza apo do të filloj ndryshimi. Vendos nëse do të vazhdoj përçarja apo do të kthehet bashkimi. Vendos nëse do të vazhdojnë arsyetimet apo do të fillojnë rezultatet. Unë kam besim të qytetarët e Kosovës.
Kam besim në mençurinë tuaj, kam besim në forcën tuaj, kam besim se Kosova din të zgjedh kur vendi ka nevojë për drejtim. Dhe sonte, nga sheshi Skënderbeu, dua të tham qartë, mjaft me krizë, mjaft me arrogancë, mjaft me përçarje, mjaft me dështime. Është koha për punë, është koha për përgjegjësi, është koha për ndryshim. Stop krizës, ndrysho Kosovën. Të dilni votoni, dilni për familjen tuaj, dilni për fëmijët tuaj, dilni për prindrit tuaj, dilni për të ardhmen tuaj, dilni për Kosovën. Ne ta mbushim kutinë e votimit me shpresë, le ta hapum rrugën e ndryshimit, le ta bëjmë Kosovën shtet që punon, shtet që zhvillohet, shtet që i shërben qytetarit, me besim, me guxim, me përgjegjësi, me dashuri për Kosovën. Bashk do ta dalim krizën, bashk do ta ndryshojmë Kosovën, bashk do ta bëjmë Kosovën